Një vendim i diskutueshëm në Britani ka ndezur debat të madh mes qeverisë, ekspertëve dhe të rinjve. Kryeministri Keir Starmer ka njoftuar se do të ndalojë përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç dhe do të vendosë kufizime edhe për platformat e lojrave online dhe transmetimeve live. Lajmi ka shkaktuar reagime të ndryshme të nxënësit në një akademi në qytetin e Prestonit. Disa prej tyre thanë se një ndalim i plot mund të jetë i tepruar dhe se do të preferonin rregulla më të forta. Një nxënës tha me ironi se pa rrjetet sociale do t'i duhej të shikonte murin, duke treguar varësinë e madhe që shumë të rinj kanë krijuar ndaj telefonave dhe platformave online. Të tjerë argumentuan se aplikacionet mund të kontrollohen më mirë, për shembull, duke kufizuar kohën e përdorimit ose duke parandaluar kontaktet me persona të panjohur. Qeveria britanike thotë se masat janë të nevojshme për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet online dhe për t'u dhënë atyre më shumë kohë jashtë ekranit. Sipas planit, kufizimet do të prekin platforma të mëdha si TikTok, Snapchat e Instagram, si dhe disa shërbime lojrash ku fëmijët mund të komunikojnë me të panjohur. Megjithatë, ekspertët e teknologjisë kanë ngritur dyshime nëse një ndalim i përgjithshëm do të funksionojë në praktikë. Edhe vetë kryeministri Starmer ka pranuar se zbatimi i plotë i këtyre rregullave do të jetë i vështirë. Britania synon të shkojë më tej se vendet e tjera që kanë vendosur kufizime të ngjashme, duke përfshirë jo vetëm rrjetet sociale, por edhe disa platforma lojrash. Autoritetet thonë se synimi është krijimi i një mjedisi më të sigurt për fëmijët, ndërsa kundërshtarët e masës paralajmërojnë se një ndalim total mund të prekë edhe anët pozitive të komunikimit online.